duken si fantazia, si ashtu. Po kjo është realiteti. Profesor, ju sa keni qenë në UDB, keni pas mundësi edhe të ishini dosjet, domethënë sekrete, se nëse s'ka bëju keni punu 2 jetë në operative, mandej në analitika? Mandej, kur u ktheva për bileqen, prej asaj shërbimit ndjekjes që isha, që i thujnë të për përcjellje, atasheve, këtine agentëve, diplomatëve e tjerë, më qunë në këtë sektorin e analitikës. E aty kisha rastin të lexoj shumë dosje, se kretë arhivat ato ishin aty në dorë të meja, edhe prandej e njoh çështjen e migracionit shqiptar, se ishte sektori veçantë që mbate dosje të veçanta edhe për personalitetet e migracionit, si për Abaskupin e Gjaferdjevën, e Basermenin, Luan Gashin, e tjere, mos ju lodhi shumë me këta emra. Mandej, dosje kishte lidhje Prizrenit, legaliteti, lidhja kosovare, kishte ajo lidhja agrare, ato partit, grupe që kanë qenë të migracionit. Pa ke arrit me mona i në dokumentacion po? Disa të regoj sendet i kam vjedh, ajo të vjedhish, mirë po nuk është më ka të vjedhish prej UDB-s. Absolutisht. Po, realisht, profesor, kemi po që tash të saku në për studio televizive të na, her pasere i thuj një tjetëri ti ke qenë UDB, po realisht, a ka pos emra që shqiptarve informatorë që kam punu për UDB-n dhe a më nëshme me thonë sonte me emra se kush ka qenë? Po shive. Po, realisht me fakte, ju veç... Ashtu, pra, është puna se njerëzit aq kanë informacion. Tani një njeri që ka qenë dhe zyrtar në UDB, i thot UDBash, ose një informator që ka qenë si kodosh si spion, edhe aty i ven në i thes, ama ka dalime aty, e to, se zyrtari është tjetër që ka marrë rogë, me listë zyrtarit të ati shërbimi, a i quhet operativ, ose pjestari ati shërbimi si agent, kurse këto tjerët janë informator, ose bashkëpunëtor të jashtëm, të cilët u jepet dhe një farë dhurate, ose punojnë për dhe një farë interesi tjetër, ose dhe një karriere, ose për ta marrë një diplom fakulteti, ose një dënë ka problem në akademinë atje për doktoratën, UDBA intervenon dhe japin. Kishim për shembull, ishte Zavenc, sekretari republikan e quajnë Evzi Mehmeti, i Kumanovës, a i Shqipen e fletë si turk, nuk e një Shqipen pastër ta flasë. Edhe i thëmë në të kohë, une i thëmë ishte profesori akademisë kësaj katedrës albanologjike në Shkup, profesor Petro Janura. E i thëmë profesor, si a keni dhonë Evzi Mehmetit diplomën e albanologjisë, nuk ka lidhje me albanologjin, a i Shqipen e fletë si turk. Tha na fi urdhni ka qenë pi UDB-s, pi Angell Çemerskit, pi komitetit, edhe... Po tjerë këni ka na, profesor? Po shembu i ka kështu plot me qinda. Për shembull? Për shembull prej partive politike të na në Kosova ka pos, dhe më thonë që... Po shive, kush nuk ka qenë atëherë në dorët e UDB-s? Ata... A guzoj me full me emra? Ta haroj çdo kush, po me emra kje këta në Kosovë kje problem edhe me zyrtarët. Edhe me ato që kanë qenë informator. Prandaj Vučići ka njëherë kërcënohet, thot do ta nxjerrë listën e informatorëve. Ai nuk mund ta nxjerrë se nuk e li Amerika, se bëhet atëherë gjakderdhje, bëhet problem. Po pse, kush është lista? Lista që kanë qenë informatorët që UDBA i marrë Beogradi ende sekret. Po ai për të shtej konflikt, acarim, hakmarrje. Po me emra, profesor, kush kanë qenë? Po ka, po mos i përmendi me, po unë kam përmend në atë librin e parë, ballë për ballë me vdekjen, ki akademik Bajgji Sabri Hamitin, ki Jusuf Buxhovin, Agim Zatriçin, ki e tjerë, Faredin Gunga, Bajgji poet kanë qenë, Ali Rizaj që kanë qenë... Akademik, po, tjera ka akademik? Po ka plot, po unë... Për shembull? Po do edhe si mbaj mend, do se janë gjaja si... E përmendi Mehmet Krajën libër? Po, është Mehmet Kraja, po, edhe kanë qenë ato kretë që kanë ratë gjokës atër, që UDBA-n e kanë pas krah, edhe UDBA i ka majtë në për pozicionet larta. UDBA nuk ka pas shumë interes për ati njeriu të zakonshëm, për ati
që kanë dojtë atje të dera, ose atë i kanë interesu këto, njerëzit akademik. Këta janë tash një nivel akademik edhe disa prej tyre, profesor është akuzeron se janë themelues të lidhjes demokratike të Kosovës. Dikush mund me thonë që për shembull profesor Nafiu, veç për full hajë që ashtu në kohë dhe me thonë informacione, ose ka dollë tash këto një njeri i cili ka punu për të bënë edhe për akuzon. A kemi informacione? Nafi Qegrani nuk folën kata ashtu. Po, popli nuk e din se kreta këto organizata, grupe, edhe në kohën e Jugoslavisë, që kanë qenë ilegale, ka gisht shërbimi sekret SLAF, UDB-ja. Edhe në këto partit tëne, jo vetëm Kosovë, edhe në fillim ato partit e prosperitetit e ajo me thaqin që partijat demokratike shqiptare që themeluesët ato iniciatorët kryesor janë njerëz të UDB-s, operativat të shërbimi. Shërbime sekrete edhe kjo që ndodhi në parlamentin e Maqedonisë. Nuk ndodhi veç vetiu ashtu këtë të thejnë gjamat atë. Atë kishte veprim shërbimi sekret. Edhe sot e këtë dit, edhe çdo kush ndash në parlament në tjetë, ndash në Maqedoni, ndash në Kosovë, krejt janë nën vëzhgimin e shërbimit sekret të Beogradit, por nuk ka aq fort Beogradi forcë tani se është CIA. Janë këta, se me nuk që është CIA e këto shërbimet tjera inteligjente, anglo-amerikane e tjerë, Beogradin e kje për gjithë natën e kje. E vërtet, bravo, do të kje për profesor, bravo.